të njohim kafshët dhe shpendëse e egra të rralla rreth qytetit tonë. Ky ishte objekti i udhëtimit tonë jashtë qytetit në këtë fundjavë javë. Ndalesën e parë e bëm me grupin e xhirimit në kompleksin e firmës Driza, rreth 2 km nga kthesa e Fatosit në aksin rrugor Fier-Berat. Firma Driza është e njohur për vitesh, jo vetëm brenda hapësirave të rrethit Fierit, por në të gjithë vendin për prodhimin e miqit të shpendëve, kryesisht të pulave të fushës dhe gjelit të detit, për përpunimin dhe shpërndarjen e ushqimeve për të gjitha kategoritë pektorale. Me grupin e xhirimit u ndalëm në këtë kompleks gigant, jo për të evidentuar aktivitetin e firmës Driza, por për një shpend gigant që ka nisur marrështimin e firmës Driza në bashkëpunim me një firmë holandeze 3 vjet të shkuara. Është pikërisht struci australian, që në pak vite ka arritur të shtohet me një kujdes të veçantë të ushqimit të Drizës. Fillimisht me 30-40 krerë, për një prodhim nisi aktivitetin ushqimit të Driza. Sot, me këtë shpend me vlera të mëdha ekonomike, ka mbushur 3-4 stalla të ndara sipas grup moshave dhe destinacionit. Mishi i strucit ka vlera të veçanta dhe është me sasira minimale kolesteroli. Dallohet për shije të lartë dhe vlera proteinike. E lidhur kë me faktin që struci ushqehet me prodhime bimore, kryesisht ionxh, trifil, silazh nga misri, si dhe koncentrata të llojeve të ndryshme dhe kryesisht nisësh. Kjo është fabrika, kompleksi i prodhimit, përpunimit të ushqimeve për strucin. Në të njëjtën kohë firma Driza prodhon edhe ushqime të tjera për kafshë të tëra llojeve në këtë kompleks që shikojmë këtu. Le të vazhdojmë filmimet tek kofshën janë pjesët që konsumohen për mish. Kofsha si shikoni, që shkon deri në 30 kg pesha e mishit, pra raporti i konsumit të mishit, mish shumë i shishëm e kastruci.
ushqimi cilazh misi, u hedhim misër, u hedhim jonç, tërfil, këto. Ushqim 2 herë në ditë me misër, 1 herë në mëngjes, 1 herë në darkët, ja bimës, konsumon cilazh. Veza strucit, është vezë me ushqishme, me përmbajtje të larta proteinike dhe kjo vezë vendosen gjitha vezët në inkubator dhe pas 40 ditësh atëre del zogu i strucit, për të cilin do të dalim mahulsisht në biologjinë e strucit. Por sot sa për kuriozitetin e shikuesve, kjo është vezë e strucit me një cip shumë të fortë dhe që të formohet cipa e vezës, i hedhin dhe gur apo jo. Ja pra në dietën e ushqimit përdoren edhe këto lloj gurësh të vegjël që i ha struci, është instinkti për të ngrënë jo për ushqim, po instinkti për të formuar për të formuar lëkurën e vezës, ashtu si dhe pulat që han gurza të vogla, ndërsa struci si një shpend gjigant, shpedi më i madh është struci, me sa di unë se shpedi më i madh e ha dhe gurin. Driza njihet për sukseset që ka arritur në sferën e blegtorisë, duke prodhuar mishin e pulës dhe produkte tjera blegtorale, dhe në kuadrin e diversifikimit, që do thotë futjes së bizneseve të reja, të gjërave të reja në këtë sektor, në bashkëpunim u shfrytëzua dhe një mundësi, një grant i qeverisë holandeze dhe një bashkëpunim i qeverisë shqiptare me qeverinë holandeze, bashkëpunim që kanë filluar për disa viteve tashmë, dhe u bë mundur realizimi i këtij projekti. Ky projekt ka disa vlera, dhe vlera më kryesore është vlera ekonomike. Neve tash duhet të mësohemi që të fusim në treg disa gjëra të reja, të cilat janë konkurruese me produktet që vinë nga jashtë. Për shembull, ne gjithmonë kemi disa prodhime si domatja e sera dhe edhe perimet e tjera, kemi edhe mishërat mirë që janë cilësore, por ama shpesh herë nuk janë konkurruese në tregjet e huaja, si nga çmimi, ashtu dhe nga jo më nga cilësia, po nga standardet dhe gjërat të tjera, dhe trajtimi i tyre mas vjellit. Dhe në këtë rast kemi një produkt të ri, i cili prezantohet konsumatorit shqiptar, që mund të jetë vendas dhe i huaj i ardhur pra që punojnë në Shqipëri, të cilët e njohin këtë mish, si dhe eksport. Ky lloj shpendi, që ka origjinën nga Australia, ka filluar kultivimin e këtij dhe në Europë, mbasi u bë në Izrael përpara dhe arriti suksesin. Dhe kemi edhe në Ballkan iniciativa të tjera. Kryesisht është kompleks sepse konsumohen disa gjëra. Edhe veza konsumohet, po vlerat më të mëdha ka vlerat dekorative. Pra krijohet një treg për të shitur për gjëra dekorative zbukurime. Lëkura ka vlera të valla, cilësore që mund të bëhen çanta për gratë. Gjithashtu dhe mishi. Mishi ka një përballje kolesterolin në parametrat minimal, në klasifikimet që ne përdorim zakonisht. Zëvendin e parë është me peshkun aty, ka parametra të jashtëzakonshëm sa i përket kolesterol që tashmë është problem për organizmin e njerëzit. Dhe është më i mirë se gjeli dedit, që bota e preferon shumë sepse ka kolesterol shumë të ulët. Pra, me këtë lloj prodhimi, neve jemi dhe konkurrues në treg, jemi edhe pra, është mirë edhe për konsumatorin, për përdorimin
jo të përditshëm nuk po them, por të paktën një herë në javë mund të zërë se do dalim një çmim filetëve që është konkurrues me filetën e viçit, në një kohë që ka shumë më tepër vlera se sa fileta e viçit. Flasim për ato gjëra që tashmë neve që jemi të shloshur pak në përgjithësi dhe për ata njerëz që kanë një burime të ardhura lidh mesatare që mund ta konsumojnë në restorante në gjëra të tjera. Ne jemi mësuar gjithmonë që bën njëri një gjë të bëjmë gjithë tjerët, futja e ideve të reja dhe diversifikimi, futja e biznesit të reja në iniciativat shqiptare do të bëjë mundur që njerëzit jo vetëm të kenë një farë kënaqësie duke prodhuar diçka të re, por edhe të fitojnë për të arritur të vënë qëllimin kryesor që është fitimi për të siguruar të ardhurat për familjet dhe për shoqërinë dhe për. Si që shikojmë nderuar shikues, jemi shumë afër qytetit Fierit. Ja ku është qendra e qytetit Fierit. Dhe pranë vjerore nuk është as 3-4-5 km do të jetë. Këtu janë tokat ku prodhohet jonxha, trifili, që janë shumë të nevojshme për strucin, ushqimet e gjelbërta. Ndërkohë janë dhe pjesa tjetër e tokave që do të mbillet tani misër për të prodhuar silazhin me misër kalli. Si që pam edhe gropën e silazhit, ku është ambalazhuar shumë mirë, silazh shumë i pastër, me të cilat këto janë ushqimet kryesore të strucit, pra. Janë ushqimet të cilat përpunohen në fabrikën, në kompleksin e prodhimit të ushqimeve që ka kompleksi Driza, ku përpunon ushqime për të gjitha kategoritë e blegtorisë. Udhtojmë gjatë aksit rrugor Fier Lushnje dhe u ndalëm për krisht në Mrostar, në parkun zoologjik të ndërtuar me shumë kujdes nga i apasionuar i kafshëve të egra Vladimir Osmanin. Të nderuar shikues, në udhëtimin tonë jashtë qytetit, pasi vizituam parkun e strusave që ka ngritur firma Driza, ne u ndalëm këtu në këtë zoopark që ka ngritur Vladimir Osmani, shumë pranë qytetit, këtu në Mrostar, shumë afër qytetit, dhe jo të gjithë qytetarët e njohin këtë zoopark që e ka ngritur në mënyrë kaq të hijshme, komode, ju ka krijuar kushte kafshëve të sjella nga disa vende të botës. Dhe si me sa dim neve, si do i do ndalim për çdo kafsh, po këtu ka kafsh të ardhura nga Afrika, ka nga Australia, ka nga Evropa qendrore, ka pra nga shumë shtete të botës që i ka krijuar kushte të tilla Vladimir Osmani që të jenë pra në kushte që qëndrojnë temperaturave dhe kushteve që kemi ne këtu në Shqipëri. Është vërtet një sakrificë njeriu të punëtor dhe të apasionuar mbas kafshëve të egra, dhe për të ndalur, për të njohur më nga afër, ne do vizitojmë ambientet ku janë vendosur këto kafshë. Ne jemi këtu me zotin, si keni emrin? Gentian Mehmeti. Gentian, do të lutem që na shpjegoni diçka shkurt për këto kafshë që janë vendosur këtu pranë Fierit, afër qytetit Fierit, me një lokal kaq të bukur që ka ndërtuar Vladimir Osmani, por ne duam diçka të veçantë sepse nuk i njohim gjitha kafshët dhe qytetarët e Fierit duhet të njohin diçka pra për këtë zoopark që është këtu, kaq i këndshëm, kaq i mirë dhe të panjohura shumë kafshë për njerëzit. Unë u falenderoj me shpirt që keni marrë që ndodheni në lokalin tonë. Lokali jonë quhet Safari Park. Kafshët pjesë janë të gjitha vinë nga Meksika. Kemi luan. Po, ne atëre po afrohemi
për t'i parë nga afër këtë kafsh. Po e filloj me Luani sepse është kafsha më e fuqishme, mbret, kafsha mbret, atëre afrohemi te Luani. Luani është vetëm këtu një mashkull. Luani është çift. A çift, ku është tjetri? Po janë të ndarë. Pse nuk i lini bashkë? Nuk mund të lihen bashkë se janë motre vëlla dhe zihen. Motre vëlla. Nuk lejohet dhe kryqëzimi? Nuk lejohet dhe kryqëzimi lejohet, po femra i mbyt se janë në të njëjtin gjak. Po, vetë kuptohet. I mbyt vetë femra. Është instinkti natyror që femra i mbyt. Nuk e lejon sepse ka bashkëgjakësi dhe nuk dalin individ të saktë. Po. Zhaku sot është 3 vjeç e gjysmë, e kemi marrë këlysh të vogël, e kemi rritur tamam si një fëmijë. Zhaku, pra i keni vënë dhe emrin Zhaku, Luani, që nga i freskët, që nga i bukur. Shumë i bukur. Atëre me çfarë ushqen juve Zhakun? Zhaku konsumon vetëm mish. Sasia që konsumon Zhaku në kilogram shkon ke 40 në ditë, ditore. 40 kg mish? 40 kg në ditë vetëm mish. E kur i mungon ushqimi, jep në alarm? Normalisht, se lini në njërë? Si puna ati të robi që kur vete në grevën e urisë, vete në fazën e tij dhe ngortë, edhe Zhaku bën të njëjtën gjë. Jo, për të ngortur se lini s'bën vaki, po kur ja ulni pak normativën, revoltohet, jep. Patjetër shyen të godet. Kjo kafsh Zhaku pra, që është mbreti i kafshëve që keni këtu. Edhe është momenti, fokusoj pak të lutem që po i sjell mish për të ngrënë. Po vjen është fokusoj mishin. Ashtu. Po, këtë mish do t'ja jeni Luanit. Zotria që po vjen mirëmban kafshët. Me kujdes tani, po tenton Luani që të marrë mishin, nuk duron dot, vetëm se janë hekurat ato që e mbajnë këtë kafsh mbret, këtë kafsh kaq fuqishme pra që natyra ka bërë të gjitha, është kafsha më fuqishme, e kemi rritur vetë dhe personelin e Safarit Park e një mirë. Po. E një jashtë mëse mirë, e shikoni dhe vetë se si reagon. Nuk e di nëse juve jeni me punë, po mund të linë në një që të na prezantoj me të paktën me emra të gjitha kafshët. Jo Luani se ky njifet po? Njifet kemi, do flasim përsëri në vazhdim. Ju ndërkohë juve pa lënë dhe punën, nuk do të pengojmë, po vazhdo. Pa të mbaruar porosin të vi përsëri. Atëherë, t'jap një intervistë. Nga do të hedhi? Po. Faleminderit. Atëherë nga do të hedhi mishin? Kemi krijuar vendin e posaçëm aty që hidhet. Pa hidhje, afrohen çik lart tek dera. A dhe këtë e tani, se nuk flet është. Nuk flet. E hangrit gjithë, apo se ka ngrën? Ku ta dish të mos ketë të mbrojtje dhe se ç'bëhet me atë kafsh? Është e papërmbajtshme. Ka shumë raste që kanë ngrënë edhe dorën e fëmisë dhe fëmijë. Jo, fëmijë kemi tepër të jashtë. Jashtë po. Ka ndodhur. Jashtë ka ndodhin. Është kafsh që është aq e mirë, po është dhe grabiqare të godet. Shumë e mirë. Po atëre ne për sigurinë mbajmë garanci. Mbaj lart atë. Fokuso mishin, shumë i egërsuar, po pret mezi, po pret që të jedhi copën tjetër. Hidhe lart, të lutem. Ngrije lart, ngrihet dhe ai. Po. Po, e mundove shumë Zhakun. Në një shpejtësi të habitshme do në hidhe dhe... Po, zoti Këmbora, vazhdojmë të shikojmë dhe femër, ky ishte mashkulli pra, Luani, Zhaku mashkull. Nuk e di çfarë emri keni vënë edhe zonjës. Nuk e kemi vendosur. Zonjës Luani. E kemi lënë. Po. E kemi lënë pa emra. Vetëm Luanesha i thrasim. Luanesha, po. Mirë, se zakonisht ka pas karajina këtu që i thërisin grave në emër të burrit. E di këtë ti? Atëre po tenton Luanesha, po e nxjerr një nga këmbët jashtë që nuk di si të veprojë ajo që të marri mishin me patjetër, sikur të ishte e lirë çdo të bënte këto momente pra Luanesha, edhe kjo shumë e ushqyer duket, e ushqyer mirë, mbajtur mirë.
Çfarë keni dëgjuar? Se këtu është një vend shumë që vinë shumë njerëz për të parë kafshët. Çfarë kafshësh jeni kurioz ju që të shikoni këtu? Luani. Luani, tjetër. Kjo. Pse luanin? Se është mbreti pyllit. Mbreti i pyllit. Ha shpirt. Po prradha me luan, ti në prradh me luanti. Ke dëgjuar që luani është shumë i fortë, i fuqishëm, ë? Shumë i fortë. E kam pa në kukla në këshu, po... Në kukulla. Ndërsa tani e ke original për ta parë. Si ke emrin? Alesja Sufa. Po Alesja, dhe vazhdo shikosh të kafshti. Vazhdo Alesja të shikosh, do shkosh te luani. Ktu është luani. Ktu është luanesha. 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 Ndërsa poshtë është zhaku. Ja kam emrin zhak luanit. Shikoj një, hajde shpirt. Fokus. Çifti i luanëve, po gjithsesi janë vëlla e motor. Edhe instikti i kafshës, sido që është kafshë, po instikti bën që klyshët t'i zhduki menjëherë, sepse prishet raca. Tu jemi tek arinjt. Ja pra, 2 arinj, juve keni ardhur të vizitoni këto kafshë tegra, ë? Po diçka mund të keni si edhe fëmijët, se fëmijët e shikojnë vetëm kështu në pralla dhe në, ë? Tani po e shikon direkt ariun. Çfarë ke mësuar për ariun? Çka ke dëgjuar? Pralla. Po. Pralla. Po tjetër, Greta? Po tjetër. Tjetër, dina vjerësh. Juve nga jeni këtu? Ne jemi nga Vlora, kemi Nga ardhur Vlora. në Kastile për të vizituar. Pra është një çift me 2 fëmijë që ka djalë dhe vajzë, që kanë ardhur nga Vlora për të parë këtë zoopark, nuk e di çfarë. Ti apasionuar pas kafshëve. Po djali. Marko, fol. Ti ke ardhur të shikosh kafshët me radhë. Si ke emrin? Marko. Ke ardhur nga Vlora Marko këtu për të parë gjitha kafshët. Po. Çfarë ke parë deri tani? E tani kam parë strucin dhe ujqit që më kam pëlqyer shumë. Strucin Edhe dhe arinj. ujqit. Edhe arinjt. S'ke kaluar akoma tek luani, Ja, te çifti i luanëve, ë? ja, Po, akoma. luani është mbreti mirë ke bërë që të bukurën të shikosh në fund. Kështu ke filluar. Po, Ti shikosh, ë? po, sa të... Nuk e di ju çfarë ju sjell juve kjo vizitë që bëni sot në ditët e fundit të javës. Është diçka e bukur apo jo? Kjo është shumë e këndshme, pasi mendoj se është i vetmi kopsh zoologjik në gjithë Shqipërinë. Në Tiranë është një, po janë disa kafshë dhe mirëmbajtja besoj nuk është shumë e mirë, këtu jemi të kënaqur. Me çfarë profesioni jeni? Inxhinier mekanik. Mekanike? Po juve? Edhe unë gjithashtu që 2 inxhinjera. Inxhiniere, nuk s'ka ndonjë lidhje me biologjinë, që të thoshim djali mësues pasionuar biologjisë. pas- Është djali që do të që si ke emrin shpirt? Greta. Greta, u kënaqe Greta? Po. Do vazhdosh të kënaqesh. Po mua më shumë nga kafshët më ka pëlqyer mjelma, Po, mjelma dhe struci. mjelma dhe struci. Këto të pëlqejnë më shumë, po pse? Po zojtë e bukur, pëlqejnë zojtë e bukur? Po më pëlqejnë edhe pëllumbat. Edhe pëllumbat. Po, do ato gjëra që nuk të handi më shumë. Ato do, Po. ë? Sepse luani ke dëgjuar që është një kafshë shumë e fuqishme. Po, në kopshtin zoologjik të Tiranës kam parë luanin dhe Markua që është vëllai im kishte shumë frikë. Edhe unë, po unë kisha më pak. Nëpërmjet teje, nga ti do dëgjojnë të gjithë moshëtarët e tu këtë intervistë po jep ti. Si ishte emri edhe një më? Greta. Greta, këtë intervistën tënde do ta dëgjojnë të gjithë fëmijët në Vlorë, në Fier, në Lushnjë, gjithandej. Do ta dëgjojnë televizion Apollon. Faleminderit juve që u takom së bashku na sollët vërtet të kënaqësinë që do të ndjejnë gjithë qytetarët Firak që e kanë shumë afër, e megjithatë nuk ja dinë, ë, si thoni. Përgëzime për këtë emision dhe për sensibilizimin që i keni bërë këtij ambienti që normalisht një ditë jave, një të diel të këndshme me diell pranverore e vlen që të kalohet familjar. Do të mora shoqëroj çiftin duke parë një çik me gjithë fëmijët, duke vizituar. Çfarë do vizitoni tani? Çfarë do shikoni Kam tani? të shikojmë Luan, atëherë keni shpend dhe Luan. Si që shikoni nderuar shikues, këtu është një çift arinjsh. Me sa duket ky është mashkulli.
mashkulli që shikon, po, dhe i mbajnë kaq bukur, i bëjnë banjo, më thot, më tregoj Genti, që punojnë këtu Genti Ladi, që është ai më i apasionuar. Po vazhdojmë pra në të gjitha ambientet për t'i parë gjitha kafshët. Këtu kemi kaproj. Kaproj, shikoni se sa fin që janë, një kafshë e bukur, merret fëmijë duke ardhur. Këta janë meshkuj, që janë me bërirë, ndërsa ato janë femra. Është një kafshë e qetë që nuk të ngasmon, vetëm po e ngasmove, përsëri ato janë kafshë të buta, kaprojt. Është ripërtypse, të lutem fokusoje pak, zoti Këmbora, ripërtypse, pra e ha ushqimin dhe pastaj ndalet për ta ripërtypur. Po. Bën pjesë të kafshët 2 thundrak. Po, vazhdojmë. Zebra një thundrak që ka pamjen e një thundrak të mushkës të kalit, diçka këtu midis tyre, shumë e bukur, kafshë shumë e bukur që edhe lëkura e kësaj është një shërbim për gëzof, është një kafshë shumë e mirë, është një zebër, pra zebër mashkull. Po. Po. Nuk e di, pëse është agresive. Ja këtu kemi antilopën që dallohet për miqin e saj shumë të mirë, nuk është e egër, nuk egër është, po është e mut, nuk. Jo, nuk ngacmon, mëse është ngacmon. Po, antilopë e egër. Sa antilopë ke, vetëm një ke Ladi? Janë 2 lloje. 2 lloje. Edhe kjo? Afrikane. Antilopë? Po, antilopë. Shiko, kjo që janë shumë e bukur. Pra, antilopa australiane ishte ati me bërir, duhet të jetë mashkull. Mashkull. Ndërsa kjo është femër. Po. Afrikane, shumë e bukur, shikon, në ngjyrë, tamam, ngjyrë ujku. Vazhdojmë. Pujq, mashkull, femër, që janë qek. Është interesant, sepse janë miqësor me fëmijët, ruajnë fëmijët, e ky është, shikoni të që ndodh, fut dorën fëmija dhe ai vetë fërkon, ja, ujku. Ti besosh ujkut fëmijën. Shiko sa miqësor janë me fëmijët, sepse janë të përgatitur vetëm për të ruajtur një rast që ruan fëmijët. Ujku pra një kafshë kaq e rrezikshme, por me fëmijët është shumë miqësor. Ja, dy fëmijët. Përshëndetje. Si jeni mirë? Nga keni ardhur ju? Jo, jam nga Fieri. Nga Fieri. I fëmijët tuaj këta? Po. Të rojnë, pra ketë 3 djemë, edhe kjo djale apo vajzë? 3 djemë dhe një vajzë. Përse keni ardhur ju shpirt? Për çfarë keni ardhur këtu? Nuk e di. Çfarë do shikoni këtu? Që shikojmë kafshët. Çfarë ke parë deri tani? Deri tani unë kam parë kangurin, Luanin, e pat Luanin? Luanin, nuk e di. Ariun se ke parë, pra ke shumë për të parë këtu. Sa shumë kafshi ka këtu, e di unë. Po, di pralla me kafshi në pyll? Kjo është majmuni. Majmuni është. Pa, këtu është një struc, një qift strucës,
nuk janë si strucët e firmës Driza, se janë plotësisht të egër që mbahen kështu në kafaz. Gjithsesi, mbas edhe mosha e tyre mund të jetë më e vogël, po kanë një ngjyrë tjetër dhe trajtim të përsosur ju bën Vladimir Osmani me banjë zime, me të gjitha për të krijuar kushte sa më të mira. Dhe me sa duket janë të shëndetshme kafshët, edhe shpendët, ky shpend, pra shpendi që njihet shpendi më i madh që është struci. Vazhdojmë në udhëtimin pra midis zooparkut këtij kopshti zoologjik që ka ndërtuar Vladimir Osmani këtu në afërsitë të qytetit Fierit, Mrostar. Nga Kavaja këtu, në gjumë që është ky restoranti zoologjik këtu, diçka interesante këtu për fëmijët e vegjël është diçka e rrallë këtu në Shqipëri. Jemi të kënaqur edhe ushqimi këtu po është i mirë, po gjithë të kafshë këtu nuk i gjen gjithë ne, kështu që interesant. Edhe tavolina, ju pëlqeu? Edhe tavolina? Patjetër. Po fëmijët nuk e di ndjek kënaqësi si keni fëmijët tu, ata më të rriturit, se kjo është shumë i vogël, nuk e di çfarë ju solli kjo vizitë, ky udhtim që bëhet juve sot jashtë Kavajës, jashtë qytetit tuaj. Më shumë për fëmijët, duke qenë ditë e diel, dolëm shëtitje, duke ditë që këtu ka edhe kafshë për fëmijët, për zbavitje për fëmijët. Nga keni marrë vesh të park? Po kalojmë këtu në uset nga Fieri, kemi. S'është hera parë që vini këtu në këtë jo, hera dytë. Hera dytë. E gjithsesi ndjet kënaqësi pra, edhe me ushqimin që ëngër. Ju faleminderit, mirëbashkë. Gentin e sapo mbaruam, si do që nuk flasim dot me kompetencë për të gjitha llojet e kafshëve, megjithatë ne munduam të identifikojmë pra. Edhe kënaqësia ime edhe njerëzve që takuam këtu ishte që ky është një park interesant. Ka njerëz që kanë ardhur nga Kavaja, ka njerëz që kanë ardhur nga Vlora, takuam grupe njerëzish dhe ishte kënaqësia e tyre ishte edhe për tavolinën, për shërbimet tuaja këtu në këtë lokal. Meqenëse më dha mundësia përgëzoj stafin tuaj, edhe zotin Artur. Ju falemderit për ardhjen tuaj këtu. Ne kemi ndërtuar këtë punë për të punuar. Presim shumë miq, na urdhroi kush të dojë, dera është e hapur. Safari Parku mi pret në çdo kohë. Faleminderit me kënaqësi. Faleminderit Genti. Po përgëzoj që na shoqëruat për pak çaste, sidomos te kafshët më të egra gjithë të mira. Faleminderit. Mbrapa këtu pra në krahun e Majtimin është shpendi i Pallojit, shpend shumë i bukur, i qëndisur në tërë gjatësinë e tij. Këto që janë me pam të gjata janë meshkuj, sigurisht janë meshkuj, ndërsa dy në fund janë femra, pra Palloj femër. Disa lloje interesante kafshësh që nuk janë parë nga të gjithë, nuk i njohin të gjithë, dhe është pikërisht ky investim që ka bërë Vladimir Osmani këtu në Mrostar, shumë afër qytetit Fierit, dhe që ka interes sepse është kuriozitet i fëmijëve, po pse jo, edhe i të rriturve, për ta parë, për ta vizituar këtë park zoologjik, ku në mes tij është një ambient shumë i mirë ku mund të pushojnë njerëzit, sepse edhe shërbimi është shumë i mirë.
interesante këtu në këtë lokal, pra këtij lokalit që është në afërsi të Mbrostarit, këtu janë dhe 2 arinj. 2 arinj që janë të dy në kafaz, me sa duket mashkull dhe femër, dhe ashtu ja ariu gjigant, është shumë i zhvilluar. Shiko se ç'bën ariu, shiko se ç'bën pra shumë i shkathe, që ku ngjitet. Edhe tenton është nuk do që të ngacmohet, reagon nga njerëzit, por është i kafshë shumë i zhvilluar. Një ari shumë i zhvilluar, me sa duket edhe në moshë do të jetë i madh. E gjithsesi ariu mbahet, e mbajnë në këto lokale, me sa duket tregin edhe me mendjen e njerëzve, ndjej një far kënaqësie, si do që pak shpend ka këtu në krahasim me Vladimir Osmanin. Ariu, pra, ja, po, i mërzitur që rinë kafaz, s'ka që bën, një kafë shumë e zhvilluar, si që është ariu, i njohur paka shumë, nga njerëzit. Ja, kjo ngritën kam përsëri tjetëri, shiko tjetër, pa e bën, sigur përshëndet, shokun, sigur përshëndet. Për erdha unë këtu në punë ishte këtuja, kurse këtë të voglin e kej majtë të tarë. Kjo e voglin është femër? Mashkull. Të dy meshkuj? Jo, e madhe është femër. Në këtë udhëtim jashtë qytetit u ndalën pak edhe këto 2 arinj që keni këtu, që kanë vite, sa vjet ke që i mban këto? Po ky madhi ka 4 vjet që e ka marrë. Unë e ka marrë këlysh të vogël, e rritëm tu me bibiron. Me bibiron, me qumësh? Po, me qumësh. Po. Edhe tani e morëm një mashkull që ti qiftojmë, edhe më vonë. Mashkull që vogël, s'ka arritur? 4 muaj. 4 muaj? Ajo është 4 vjeçe. Ç'ndodh kur ajo vjen në kohën kur duhet të kryqëzohet, duhet të ndërzehet? Jep shenjat vet ajo, ulurin vet ajo, dhe atëherë ajo është gati të marshët. Ka paraqitur shenja e agresive kështu, vetëm apo vetëm momenti që do të vetëm aty me veten e saj, ajo përpiqet bëhet. Keni patur raste që ka dëmtuar njëri, ka ngrënë? Jo. Unë i kam mbyllur, i kam siguruar, E siguruar? Po, me çfarë ushqen për shembull, vetëm me bukë me këto? Me bukë, me mbetorinat e lokalit, kocka e gjera, mishe, çangelet, ja u hedhim këtyre. Kështu ka arritin nxjerrësh jashtë? Jo, nuk i vë atë, apo duan kohë që të... Ata duan të vegjël, ti mësosh kur janë të vegjël, po unë i kam marrë vetëm për t'i mbajtur kështu. Ta bën agresiv po dalin jashtë? Jo, nuk bën asgjë, po do vjen njëri do e ngacmoj. 2-3 gje e egër, e ka fshon e ha. Ju keni këtu edhe një pelikan? Po dhe pelikani kështu, e ka marrë... Vetëm veç pelikani? E kam blerë, atë sa ka lindur zogu. Po mashkull është femër? Nuk kuptohet. Domethënë nuk ke mundësi të marrësh edhe... Kam porositur. Kam porositur. Po është paktën 2. Po. Në një kaprolle i kam porositur kështu. Po, ke qef dhe me që të mbashtë në një kafshë rreth rrotës? Të gjithë të pjesën këtu, për shembull, kështu e kam menduar që ta mush këtë. Çfarë aktiviteti tjetër merrni veç klubit? Asnjë aktivitet. Këtu i kam çunat e nuset e gruan e punojmë së bashku të gjithë. Kam 4 besa, një djale. Pra ke biznes familjar? Po, s'kemi në jetjatër këtu, shtëpit kemi në Fierë, shtëpi vëllezërit i kam te në Ardënica, lindur në Ardënic, kam 40 vjet në Fierë. Faleminderit, Beqo, ishte kënaqësi që u takom së bashku sot në emision në televizion Apollon, në këtë udhëtim jashtë qytetit që ne zhvilluam sot me kafshët. Pra, vizituam parkun e Mbrostarit, vizituam strucat në kthes në Reskovecit, dhe tani u ndalëm këtu për t'i prezantuar edhe njërë shikuesit që kafshat është gjë e bukur që ju e mbani të jeni kohë shërben sa do pak edhe biznesit. Faleminderit shumë dhe juve, miru pafshim. Nderuar shikues, ne u ndalëm këtu në Vajkan, pranë kishës Shënkollit. Me sa duket
mbase qytetarët Firak edhe vendasin i kanë parë pak kafsh tegra në vazhdim udhëtimit ton jashtë qytetit. Dhe konkretisht po shohim se çfarë ka këtu tani. Kjo është kisha e Shënkollit, pranë rrugës automobilistike. Dhe kontakti i parë që bie në sy janë 2 majmun, një qift majmunësh. Qift majmunësh të mbajtur mirë, shumë të shkathët, siç është majmuni, kuptohet, të vendosur në këtë kafaz me një dru të thatë, të prerë, me qëllim që të kenë mundësi për lëvizje. Tashi të fokusojmë pak tëra lëvizjet, sepse kanë një bukuri të veçantë edhe majmunët. Ky qift majmunësh pra që mendohet që mashkulli është rreth 6 vjeç, sipas dhënave i kanë sjell nga jashtë. Atëherë afrohu me kamerë të lutem, afrohu që ti fokusojmë mirë, t'ju japim pak kënaqësi shikuesve në këtë udhëtim jashtë qytetit. Nuk e di çfarë mund të gjejmë në gjë që t'i afrojmë neve këta. Ne jemi këtu bashkë me gazetarin Besnik Sulejmani. Këtu ndalëm para tek majmunët, nuk e di të pëlqejt. Lokalit të kisës Shënkollit. Po, janë majmunë që janë vendosur pranë lokalit. Diçka të veçantë, majmuni mashkull është disa herë më i madh se majmuni femra apo majmunesha, si mund ta quajmë. Po mund të ketë bëjë edhe me moshën, apo është karakteristike që mashkulli është më i madh, shumë i shëndetshëm, i mirë. Jo, është karakteristike në fakt trupi i mashkullit është gjithmonë më i madh dhe më i fuqishëm. Si në çdo qenë gjallë. Shenja të veçanta të tjera, për shembull, shikojmë një ngjyrë blu. Po, afroj të lutem kamerën. Afroj kamerën, ai shikon me kuriozitet tani, po e tërheq prezenca jon, si duket. Ai po demonstron dhe shkatësi. Atëherë nuk e di të marrim diçka që ti bëjmë që të luajnë me ne, nuk e di ç'do të marrim diçka. Të lutem fiksoj këtu derisa të gjejmë një mënyrë që të lozim pak me këta 2 majmun, me këtë qift majmunësh pra. Që dihet në pyje tropikale këta vën kilometra për terren për pyjen, për dru. Ata kanë biologjia e tyre që patjetër do jetë të lirë. Çdo gjë e mbyllur ka nervozohet. Ju jeni specialistë dhe mundet dhe ta sqaroni. Po, ja, është. Po majmuni konsiderohet kafsh që ka instinkte të çuditshme.
ngacmojmë më sepse i shqetësuam sa duket. Tani këtu janë dhe pak shpend, një shpend shumë i bukur kjo, një pul, po. Drejtoj kamerën. Shumë e bukur është. Këtu është një shatërvan i vogël si që shikoni, me pesh shumë të bukur, pesh i kuq duket. Po largohemi tani në një vend tjetër ku kemi dëgjuar që është një shqiponj lart në pyllën e Ardenicës. Vazhdojmë udhëtimin ton. Na tërgjë vëmendjen bari i gjelbërt, lulet e pranverës, jemi në një udhëtim jashtë qytetit. Po. Dhe sot kemi detyrë që të fokusojmë kafshët egra. Po duke qenë se ishte një ambient vërtet i bukur këtu tek kisha, ne u ndalëm pak, mund të shikojmë pak këtu këtë ambient kaq të bukur, që është tani pranverë, ka bir bari, gjelbërimi, lulet kanë mbuluar oborrin tuaj, dhe është vërtet një gjë e bukur. Udhëtojmë gjatë aksit rrugor Fier Lushnje dhe u ndalëm pikërisht në Ardenicë, kur disa vite më parë është futur në kafaz një shqiponj. Shqiponja një shpend grabitqar me trup të madh, me kthetra të gjata dhe të forta dhe me skep të kthyer dhe të mpret. Jeton në male dhe në shkëmbinj të larta dhe thepisura. Shpend shumë i fortë dhe me jetë gjatësi që i kalon 100 vjetët. Këtu, pranë lokalit Grand Hotel Albania, është një shqiponj e rritur, shqiponj e bukur, që ne mendojmë të bëjmë ndalesën e fundit këtu me këtë shpend që simbolizon flamurin shqiptar, vendosën flamurin shqiptar, koka e saj. Pra, shqiponja që simbolizon flamurin shqiptar, me sa duket është shqiponjë e re, dhe siç na tregojnë të zotët lokali, kjo ushqet vetëm me mish. Është një shpend që në këtë rast për ta mbajtur mirë ushqet me mish. Një shqiponjë e bukur, e re duhet jetë, sepse shqiponja është një nga shpendet që rron shumë gjatë.
Sinani, një nga biznesmenët, fermerët e Lushjes, mirë se ardhët, do të bëjë një pjesë e emisionit Udhëtimi jashtë qytetit. Unë dalim këtu, kemi marrë të gjitha kafshët e egra që janë rreth qytetit Fierit, që ju japë kënaqësi shikuesve, nuk e di juve vini nga Lushnja dhe ka raste që vizitoni këto lokale që kanë dhe kafshët e egra, ndiheni më mirë pra? Kafshët e egra janë një që gjërat që njeriu është i lindur me ta, sepse nëpërmjet kafshës njeriu është i ndjerë më mirë. Kur zbut një kafsh, ndihet i kënaqur, ndihet i kënaqur. Po nuk është vetëm këtu, po të kalosh më poshtë, atje mund të gjesh gjitha kafshët. Ku filloj qysh nga në Mbrostar ka fjalën. Mbrostar. Po ishim, po kthehemi, kemi vizituar gjitha që nga Struci që është në kthesën e Zharzës, edhe në Mbrostar, në Vajkan, këtu bëm dalim në fund na thanë që është Shqiponj, nuk është shumë e vjetër, nuk e di ç'mendim keni ju, zoti Sinani, këtë Shqiponj e bukur, është kapur në gjuhë e tij. E kam futur në kafaz para 4 vjetësh. Përveç shpendët që ekzistojnë, në Divjak ka qenë pelikani, që është një shpend i rrallë. Por deri dje ai kishte një mbrojtje nga shteti. Dhe sot aktualisht po zhduket. Është drejt zhdukjes, ë? Zhdukjes. Sot kanë subvencionuar edhe të huajt, sa diun për pelikanin. Po nuk flitet, po meqense nuk ka kushte, sepse gjithmonë ja po ta shikojmë tek Shqiponja që është këtu, kjo ushqehet nëpërmjet të gjuetis. Kjo për shembull ha kafshë të egra. Siç është dhelpra ose lepri. Sa për të ndalur zoti Sinani këtu, siç na tregojnë të zotë lokalit, ka ardhur një dhelpër natën nga ky kafaz nëpërmjet këtyre hapësirave ka zgjatur skepin dhe ka ngordhur dhelpërën. Kjo Shqiponj. Ka një shpend shumë i fuqishëm. Shpend shumë, po me mbreti i shpendëve. Mbreti i shpendëve dhe ka një, si më thon, një forcë që ajo e mban dhe shpendin lart. E merr nga këtu, e çon në një. Jo vetëm shpendi, po ajo dëmton kafshë, dhelpra, qingja kur është në gjendje të egër. Tash përveç lepura, dhitë egra është shpend, sepse skjepi i saj, fokusohet pak visi, skjepi i saj ka formën e tillë që e godit për vdekje. Gjahun sipas saj. Këmbët e saj, ato si shikon pra, janë shumë të fuqishme që e kapin dhe e ngren lart. Ishte ky qëndrim i fundit këtu në Ardenicë dhe për të dhuruar shikuesve prap kënaqësi me pamjet magjepsëse të Ardenicës, diçka do të fokusoni zoti Këmbora nga pyjet kaq të bukura të Ardenicës, janë vende pika turistike ku ditë e festave të fundjavë këtu vinë qindra qytetarë që pushojnë mes pyllit, pse jo edhe në lokalet që janë përreth. Duke regjistruar këto pamje, ne po e mbyllim emisionin ton këtu, pikërisht këtu, së bashku na ra për pjesë që ta mbyllim zoti Sinani, këtë emision Udhëtim jashtë qytetit që televizioni Apollon e jep ditave të shtunave. Të shtunave pas orës 9:30. Mendoj që do të ketë një sukses, sepse është mirë që një popull të njihet me çdo gjë, po duke njohur edhe kafshët është një diçka më e mirë. Po, pra pa kënaqësi. Atëre, miropafshim emisionet tjera.